Nga zju tha, pas votimit të fshet, nëse nuk arrimi marrë 61 vota, unë të rjekëm. Dhe mon, insistimi prapë është që si pas ty në gjykimi jep të drejtë në votimin e fshet. A prit, që komentoni deklaratë të tillë të zonës Haxhiu, ministrës së drejtësisë në detyrë? Po, tash, unë mendoj që zonja Haxhiu do duhet të rriqej mati për kandidaturës. Të mëse ma në 37 mbledhje për një emër të veç, mendoj që nuk e nderon as pak. Dorë mendoj që votimi i fshet është fut në procedurë veç për një arsye për vendosjes. Me rujt ftyrën e Alburin Haxhiut, në kuptimin politik të fjalës. Sa ajo u qitë 7 herë në votim. 7 herë. Kuvend Kosovës është qitë në votim, emri Alburin Haxhiut i propozum nga Glau Konuca. Kur filloj me u bon, atë që turpshme ajo, me urzu atë shpesh një kandidat, e shpikën që operacionin që quhet votimi i fshehtë, do po ta thovesh një detaj. Përmendoj edhe po të kishin drejt. Fidan votimi i fshehtë, njerëzit me votu për votim fshehtë, masanej me votu komisionin që e realizon votimin e fshehtë. Këta qesin direkt komisionin. Kjo është një absurditet, domthon duket parë një absurditet juridik.